Brenda mandatit të ardhshëm, kryeministri Rama ka deklaruar se do të nisë puna për ndërtimin e të paktën 2 aeroporteve të reja. Deklarata e kryeministrit erdhi gjatë vizitës së tij në Singapur, ku u takua me drejtuesit më të lartë të vendit. Në takimin me homologun e Singapurit u diskutua edhe mbi potencialet që Shqipëria ofron, të cilat janë një tërheqje e fuqishme për investitorët në fusha të ndryshme. Për sa i përket infrastrukturës aeroportuale me fokus në radhë parë turizmin, ne kemi bërë një punë të madhe në këto vite për të krijuar kushtet që tani më kanë tërhequr interesim nga shumë anë, nuk është vetëm këtu, por edhe nga anë tjera. Dhe besoj që në mandatin e ardhshëm do të kemi pa diskutim fillimin e punës për të paktën 2 aeroporte të reja. Singapuri, një nga 20 vendet më të zhvilluara të botës, ka njohur vetëm pak javë më parë shtetin e ri të Europës, Republikën e Kosovës. Kryeministri Rama shprehu mirënjohjen për këtë akt të qeverisë së Singapurit. Ishte kënaqësi që të dëgjoja nga kryeministri shprehjen e interesimit për reformat që kemi bërë në Shqipëri, si dhe për mundësitë për të u ofruar më shumë dhe për të tërhequr më shumë për sa i përket biznesit. Diskutuam edhe për rajonin. Singapuri njohu pak javë më parë Kosovën, një hap shumë i rëndësishëm për Kosovën, po dhe një hap që na afron më shumë. Kryeministri Rama e vlerësoi Singapurin si një model zhvillimi që studiohet. Kjo për faktin e një transformimi kolosal në harkun e gjysmë shekullit, duke u nisur realisht nga një gjendje e mirueshme dhe duke u kthyer në një prej 20 vendeve më të zhvilluara të botës.